Pas betejës së ashpër dhe publike politike që ka nisur ndërmjet kryetares së qytetit të Shkupit dhe kryetarit të Çajirit, është deklaruar edhe kryeministri Kristian Mickoski. Në lidhje me kërcënimet me jetë, të cilat Daniela Arsovska thotë se po i merr pas denoncimeve sipas saj për ndërtimet pa leje në Çajir, kryeministri thotë se e inkurajon Arsovskën që rastin ta denoncojë në MPB dhe kjo e fundit të veprojë menjëherë. Ndërsa për denoncimet e Arsovskës ai shton se meqense dokumentet janë dërguar në prokurori, që ta lëm që ajo ta bëj punën e saj. Mua më vjen shumë keq nëse kryetaria e Shkupit merr kërcënime me jetë dhe e inkurajoj që ti denoncoj në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe kjo e fundit të zbuloj se kush është kërcënuesi dhe të veproj menjëherë. Kryeministri pajtohet me deklaratën e zëvendës kryeministrit Izet Megjitit dhe kryetarit të Çajirit Visarganiut, të cilët kanë thënë se Arsovska përdoret si instrument për destabilizim nga ana e BDI-s. Madje në këtë drejtim, ai njoftoi se së shpejti do të ketë detaje të reja. Ka të vërtet në këtë deklaratë dhe kjo është e qartë për të gjithë, por unë nuk kam çfarë të shtoj më shumë se ajo që e kanë thënë Megjiti dhe Ganiu. Ka të vërtet këtu dhe shumë shpejt opinioni du ta zbuloj edhe detajet të tjera. Arsovska në prokurorinë themelore publike të shtunën dorëzoi, siç tha ajo, dëshmi dhe dokumente lidhur me ndërtimet pa leje në Çajir, pasi paraprakisht prokuroria kërkoi nga ajo që në qoftë se ka dëshmi, t'i dorëzojë në institucion.